Njëzet vetura, vila me qira 24.000 franga në muaj, targa speciale, 1.5 milion franga dëm, kredi të papaguara. Një shenjë nga Kosova përfshiu familjen e tij prej 6 anëtarësh, si dhe 2 ndihmës në mashtrime sistematike. Nga një gjykatë zvicerane, ai u dënua me 3 vjet e gjysmë burg dhe 3 vjet ndalim hyrje në Zvicër. Një skem mashtrimi në Zvicër ka marrë epilog në gjykatën e djetikonit afër Zriçut, duke zbuluar prapaskenat e një jete përrallore të ndërtuar mbi gënjeshtra, mashtrime dhe keqpërdorime të shtetit zviceran. Në qendër të këtij skandali është një 57 vjeçar nga Kosova, i cili njihet si Sheh Imam dhe pretendon se udhëheq rreth 8.000 besimtar dervish, shkruan gazeta Tages Anzeiger. Ai akuzohet se ka organizuar një sistem kriminal familjar duke shkaktuar një dëm total prej 1.5 milion frangash zvicerane. Hetimet e policisë kishin nisur me një bastisje në një vilë luksoze afër Zriçut, për të cilën shehu paguan të qira marramendëse prej 24.000 frangash në muaj. Gjatë operacionit, hetuesit konfiskuan dokumente dhe pajisje elektronike, po ashtu u zbulua një sistem kompleks i firmave fiktive që shërbenin si mbulesë për pasurimin e palishëm. Sipas prokurorisë, ky sheh luante rolin e një sipërmarrësi të patundshmërive, duke mashtruar bankat dhe shtetin zviceran me bilance të falsifikuara, veçanërisht duke përfituar mbi gjysmë milioni franga nga kredit emergjente të COVID-19, pandemia e koronës. Ajo që ka lënë pa fjalë opinionin publik është luksi i shfrenuar që familja shfaqte me paratë e vjedhura. Ndonse para zyrave të shtetit shehu deklaronte se ishte i varfër, familja kishte në pronësi një flotë prej 120 automjetesh. Mes tyre bien në sy vetura të tipit Porsche Panamera, disa modele Mercedes dhe një Hummer H2 luxury. Si merakli i veturave, shehu shpenzoi rreth 100.000 franga vetëm për blerjen e 3 tabelave të regjistrimit me numra të veçantë, të cilat në Zvicër shiten në ankan si simbole prestigji. Gjatë procesit gjyqësor, i cili zgjati 6